Në fakt vetëm kalendari thotë që kanë kaluar 8 muaj se duket sikur ka ndodhur dje dhe që zgjedhjet kanë ndodhur dje dhe që fushata ende nuk ka përfunduar. Shqipëria vazhdon të jetë në një krizë të vazhdueshme zgjedhore, në kuptimin e saj që humbsi nuk njeh rezultatin, ndërkohë që fituesi ka vështirësi të konsiderueshme për të administruar fitoren. Por edhe kësaj radhe mund të thuhet që Shqipëria humbi një nga shanset periodik të saj për të prodhuar zgjedhje të cilat do të ishin të pakontestuara nga askush. Nga largësia e kohës kuptohet diçka tjetër, që demokracia është një lojë e cila ruhet brenda rregullave të caktuara. Hilja apo devijimi ndaj tyre, thyerja e tyre, pavarësisht se duket se të japin një avantazh të caktuar në një moment të caktuar, në afatgjat ato janë problematike. Kam përshtypjen se të gjithë gabuan në 2019, dhe kur them të gjithë, një pakicë dëshpëruese zërash publik, kur djegjen e mandateve të opozitës në atë botë, pra në dimrin e vitit 2019, e konsideruan si një faturë të caktuar që i garantonte Ramës mandatin e tretë. Në fakt, i ka garantuar edhe të katërtin. Dhe duket si e çuditshme, po nëse rikthehemi dhe një herë në kohë, kuptojmë që një nga shkaqet themelore të humbjes së opozitës edhe në këto zgjedhje ka qenë gafa kriminale e braktisjes parlamentit, e djegjes mandateve dhe më pas edhe bojkotit të zgjedhjeve lokale të po atij vitit, në verën e 2019-s. Ky akt, dhe unë insistoj të them një gjë të tillë, ka qenë një atentat kamikaz në themel të sistemit, që e ka tronditur në një mënyrë gati të pakthyeshme për një kohë të caktuar vetë sistemin, por atentatorin e vrau. Zoti Vangeli, duke sikur kur flasim për zgjedhjet e fundit, që ishte edhe rikonfirmimi i kësaj majorancë në mandatin e 4, gjithçka ka qenë edhe mbetet e parashikueshme për mënyrën se si shkoi, ndoshta edhe për rezultatin i cili rikonfirmoi atë në këtë mandat 4. Çfarë ishte një element që ndoshta për ju ishte jashtë parashikimit ose ishte karakterizues i këtyre zgjedhjeve të fundit, përveç fitores që tashmë po e konsiderojmë diçka krejt brenda parashikimit? Nëse në 2021 në zgjedhjet pararendse gara ishte rrot më rrot dhe kuotat e basteve, nëse mund të flasim kështu, ishin brenda marxhit të gabimit, që i jepnin fitore njërës palës tjetër. Kësaj radhe besoj se Asali Berisha në projektimin e ëndrave të tij më optimiste nuk mendonte se partia e tij do të arrinte së paku të njëjtin rezultat ose një hendek, le të themi minimal, me Partinë Socialiste. Këtu gjithë loja zhvillohej jo tek dilema se cili do të ishte fituesi, po se sa më shumë se tjetri do të fitonte. Që do të thotë se gara e opozitës bëhej thjesht vetëm për vendin e dytë? Vetëm për vendin e dytë, për fat të keq. Dhe ajo pjesë e partive të reja të cilat dolën, të cilat gjithsesi patën një rezultat impresionues në shifra, por që nuk u përkthye në mandate, pavarësisht defekteve të panumurta që po imponon formule dhe sistemi. Ato patën, e quan Ramën gati drejt një shumice kushtetuese, që ishte njëri element. Dhe duket se të gjitha ato së bashku më shumë morën vota majtas, pra garonte opozita dhe segmentet e saj me Zvedit, se sa me Partinë Socialiste për të qenë në pushtet. Mungon të fryma, edhe një herë si për herë ndeshjet ishin një duel, një lloj si në mesjet, kur dy ushtrit e rreshtuar në fush ndesheshin komandantet e tyre, kanë qenë zgjedhjet gati më individuale. Në kutitë e votimit ishte thjesht oferta që i afroi shqiptarëve, mere dhe lere, ose Ramën ose Berishën. Dhe për shumë e shumë arsye, edhe të rrafshit psikologjik, Rama duke se ishte jo zgjedhja e parë, po mbeti zgjedhja e vetme e shqiptarëve. Shtuar këtu
me perfekcionimin e Partisë Socialiste si një repart të rësisht elektoral, si një batalion sulmi që thirret në narmë ditën e fushatës dhe pastaj pushon së ekzistuari, shtuar këtu dhe një fakt që kësaj radhe ishte sërish shumë i dukshëm, që nuk ishte një garë mes dy kryetarëve të partive, nuk ishte garë as mes partive, as mes dy kryetarëve të partive, si që kundër ju thash pak më parë, vetëm, por ishte garë ndërmjet kryeministit të Republikës së Shqipërisë dhe kryetarit të një pjesë të opozitës, që ishte Sali Berisha. Pra kjo e bënte garën që në start edhe të pabarabartë. Shtuar edhe një herë dhe një aktor të ri, jo elektoral në fush. Do më thoni drejtësia dhe SPAK-u? Pa dyshim. Do të shkojmë pas SPAK-at? Pa dyshim. Jo, prania e tij ka qenë e jashtëzakonshme. E konsideroni në rrafshën e rrisive për të zgjedhje? Dëmtimi i barazisë në zgjedhje ka qenë sepse 3 nga drejtuesit e opozitës, qoftë zoti Sali Berisha, i cili të paktën 2 herë në javë duhet i përgjigjej bilbilit që u bori SPAK-ut për të rrëfyer që ishte në Tiranë dhe nuk po i shmangej hetimit, qoftë zoti Meta, i cili ishte rrëmbyer me pranga dhe ndodhej në arrest, qoftë kryetari i një partie tjetër si ajo republikane, Fatmir Mediu, i cili ndodhet sërish në një proces hetimor, ishin ngarkesë e shtuar, ishin prangan në vetvete për gjithë opozitën. Nga ana tjetër, arresti i njërit prej drejtuesve më karizmatik të Partisë Socialiste, që ishte dhe kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, që tentonte ta bënte, thash nuk është kjo arsyeja, po tentonte ta bënte në duke garën disimë të barabartë, dhe shumë më shumë se kaq, dhe hijet e asaj që pritej që të ndodhe, të cilat ndodhen këtë vjesht dhe këtë dimër, prap nuk arritën ta bënin garën të barabartë. Ishte një garë pasanikësh, të cilët flisnin në emër të varfërve. Pasanikë të sigurt do thoni. Shpenzuar. Të sigurt për rezultatin. Shpenzuar qindarka në listat e dorëzuar, që do dorëzohen, të kontabilizuar tek KQZ-ja, ndërkohë që janë milionat të tjera të cilat nuk dihet si vinë, kryesisht nga majoranca, por mbas nuk mbeti as opozita, me miliona dollar të deklaruar, pra okelja këtu mbetet. Gara e pasanikëve për të fituar zemrën e të varfërve, duke brohuritur për të varfrit, duke vajtuar në emër të tyre, dhe kam përshtypjen që asnjë rapal nuk e ka me ta.